BBC ka lëshuar një kërkim falje zyrtare për mënyrën se si u montua një pjesë e fjalimit të Donald Trumpit të mbajtur më 6 janar 2021, pak para se turma të sulmonte ndërtesën e Kongresit Amerikan. Korporata e quajti incidentin një gabim në vlerësim dhe njoftoi se materiali nuk do të transmetohet më në asnjë platformë të BBC-s në atë formë. Në deklaratë thuaj se BBC pendohet sinqerisht për mënyrën se si u redaktua klipi, por shtoi gjithashtu se nuk sheh asnjë bazë ligjore për akuzat e shpifjes. Reagimi erdhi pasi Donald Trump i akuzoi publikisht se kishin mashtruar publikun me pretendimin se programi e paraqiti sikur ai po bënte thirrje qytetarëve të sulmonin Kongresin. Në një intervistë për Fox News, Trump paralajmëroi një padi prej $1 miliard, duke thënë: "Duhet ta bëj, nuk mund t'u lejosh njerëzve të bëjnë gjëra të tilla." Avokati i Trumpit, Alejandro Brito, i dërgoi BBC-s një letër në të cilën kërkonte të tërhiqeshin menjëherë deklaratat e rreme shpifse dhe nxitëse ndaj ish-presidentit. Në të shkruaj se nëse BBC nuk vepron, Trump nuk do të ketë zgjidhje tjetër veç se të ndjek rrugën ligjore, duke kërkuar jo më pak se $1 miliard dëm shpërblim.